Ibn Arabiu thot për ata kanë dush adhurojë në shgurin, në shmurin, kanë dush adhurojë në shgurin, në shpemën, veç një sen bane. Magjinoje se Allahu është ati, thot ti e besimtar. Ke është Ibn Arabiu, i cili thot, a i dituri i plot, pra i cili është përsos dhe është plot, është a i cili e shef të adhëruarin e ti në gjdo vend. E shef dhe kur i përullet gurit, e shef edhe kur i përullet murit, e shef edhe kur i përullet varit. Për këtë arsye s'ka problem, çka problemi? Aja ban namaz xhami apo në teqe, çka problemi? Si pas atyre, a i kujt i lutet? A i lutet varit apo i lutet gurit? Nuk ka problem të ato, për çka këse? Ato mendojnë dhe pretendojnë se të gjithë janë Allah. Të gjithë pretendojnë dhe mendojnë se të gjithë i adhuruarit tyre është në çdo vend. Po me e keqe asaj kur kanë ardhur dhe kanë tentu këtë ideologji të mbështesin me argumente. Për këtë arsye, ka derisa Ibn Arabiu ka thonë, dhe Allahu e ka potencu këtë që e po thojmë Kur'an. Kur'an? Ka thonë Allahu në Kur'an i Kerim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Ibn Arabia ka thonë, dhe Allahu çka ka caktu, çajo ka ndodhur. Allahu si pas këti, Allahu e ka caktu që mos të adhorohet vetëm Allahu dhe qashtu a bon. Ibn Arabia thot, tenton me nabin, se çdo sen që adhorohet është adhurimi Allahut. Për ata e ke argumentohet me këta jetë dhe thot, Allahu e ka caktu që na mos të adhorohet në tokë dhe në qiell, vetëm Allahu. Fjala qada, kisi pas këti do me thonë Allahu e ka caktu. Dhe i ka kundeshtu ulemat e tefsirit, në veçanti Ibn Abbasit dhe të qertë. Të ndëgjojmë pra Ibn Abbasin, e pastaj ti merë ndash për Ibn Arabiut, ndash për Ibn Abbasit, vëlledhët të ndërshëm Ibn Abbasi për këthyesi Kurani Kerimit, për të cilën e lutë pejgamberi Allahu që t'ja kupton Kurani Kerimi nuk thot kështu. Thot fjala qada do me thonë emër, Allahu ka urnu që mos të adhorohet vetëm Allahu. E jo Allahu e ka caktu që mos të adhorohet vetëm Allahu. Ibn Mesudi dhe Mujahidi thot, Allahu ka porosit që mos të adhorohet vetëm Allahu. Rabi ibn Enesi thot, Allahu e ka obligu që mos të adhorojmë askend vetëm Allahu. Kja është kuptimi sakt, të cilën e nxjerrmi prej fjalës Allahu të zogjel. Komenti fjallë Allahut, thot Allahu në Kurani Kerim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dhe nuk janë urdhëru vetëm që ta adhorojnë vetëm Allahun, me sinqert të plot. Dhe nuk janë urdhënu vetëm që të adhorojnë vetëm Allahun. Kja është ajeti që e komenton ajetin e kaluar.